Lëkura është organi me sipërfaqe më të madhe në trupin e njeriut, duke qenë një element i dukshëm i pamjes së jashtme. Ajo është dhe gjysma e bukurisë. Po në jetën moderne me qytetet e mëdha plot smog e ajër të ndotur, njerëzit keq ushqehen dhe abuzojnë me substanca si duani dhe alkooli. Shëndeti i lëkurës është i kërcënuar vazhdimisht, e përpasoj edhe pamja e jashtme. Një tjetër armik i madh i lëkurës është edhe dielli. Ai është sot një nga faktorët kryesor të plagjes së lëkurës. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 60.000 persona vdesin në vit si pasojë e ekspozimit të tepruar ndaj rrezëve ultraviolet. Për këtë arsye në botë është zhvilluar një industri e tërë farmaceutike për të mbrojtur prej efekteve negative të diellit. Një kompani e njohur dhe prestigjioze në Itali në botë është ID Farmaceutici, që prej më shumë se 50 vjetësh është angazhuar në mbrojtjen dhe mirëqenien e lëkurës. ID Farmaceutici ka dhe përfaqësinë e vet në Shqipëri, farmaci në rrugën e Kavajës, ID Al. ID Farmaceutici është më shumë përvojë në sektorin e mbrojtjes dhe mirëqenies së lëkurës. Kjo ndërmarrje farmaceutike është themeluar në Rom që në vitin 1966. Ajo zhvillon kërkime të detajuara dhe më pas prodhon e hedh në treg produkte farmaceutike, dermokosmetike apo dhe suplemente ushqimore, të cilat përdoren për trajtimin e patologjive të ndryshme dermatologjike, si aknet, psoriazi, dermatiti topik e kështu me radhë. Pra gjithçka ka lidhje me lëkurën. Kërkimi i vazhdueshëm i përgjigjeve më efikase dermokosmetike në lidhje me çdo problematikë specifike të lëkurës dhe të lëkurës së kokës ka bërë të mundur që ID të zhvillojë metoda trajtuese nga më të rejat, sikurse edhe produkte inovative. ID Farmaceutici në bashkëpunim me Fondacionin Zoja e Këshillit të Mirë ka ndërmarrë projekte sensibilizuese për disa patologji të lëkurës, duke garantuar vizita dhe kontrolle falas. Nisma e radhës do t'i dedikohet bukurisë dhe mirëqenies së lëkurës. Pranë poliambulancës Ad Luiz Monti në rrugën e Kavajës do të bëhen për 2 javë rresht check-up e falas të lëkurës dhe lëkurës së kokës. Vizita do të kryhen nga datat 12 deri në 26 qershor, nga ora 9 deri në 11 paradite dhe nga ora 5 deri në 7 pasdite. La campagna Beauty Skin Days è il terzo evento. Fushata Beauty Skin Days është një event i një programi mjaft interesant diagnostikimi dhe parandalimi realizuar nga Qendra Spitalore Universitare Zoja e Këshillit të Mirë. Fushata do të zhvillohet nga 12 deri në 26 qershor. Njerëz të ndryshëm mund të vinë dhe të bëjnë falas testin e lëkurës e të marrin këshilla nga specialistët tanë. Vizita do të jenë falas dhe do të zhvillohen nga ora 9 deri në 11 paradite dhe 5 deri në orën 7 pasdite. Check-upi i lëkurës është një metodë jo kirurgjikale që bëhet me aparatura diagnostikuese profesionale në gjendje për të përcaktuar vlerat të menjëhershme të hidratimit, sebumit, elasticitetit dhe pigmentit të lëkurës. Vediamo l'indice di melanina. Le të shohim treguesin e melaninës, që të sugjerojmë një krem dielli të përshtatshëm për lëkurën tënde. Kemi një tregues melanine goxha të lartë. Fototipo 3. Kjo fushat jo rastësisht përkon me fillimin e sezonit veror, kur ekspozimi ndaj diellit është edhe më i madh. Dëshira për të marrë një ngjyrë të bukur rritet e përpasoj lëkura është më tepër e kërcënuar. Come dicevamo prima, spesso la bellezza è legata anche alla salute. Bukuria është e lidhur ngushtësisht me shëndetin dhe shëndeti i lëkurës është ngushtësisht i lidhur me mbrojtjen diellore. Më në fund erdhi vera dhe të gjithë duam të shkojmë në plazh e të marrim ngjyrë. Por dielli ndosë mund të jetë një mik i mirë për shëndetin ton, mund të ketë edhe efekte anësore. Kjo fushat mund të ndihmojë shumë, sepse specifikon përmes testit tipin e melaninës e përpasoj ne mund të zgjedhim kremin e duhur diellor për të mbrojtur nga rrezatimi i dëmshëm. Është shumë e rëndësishme që të përdorim krem me faktorin e përshtatshëm mbrojtës. Che il paziente utilizzi il giusto fattore di protezione. ID Farmaceutici ofron produkte tepër cilësore për mbrojtjen e lëkurës nga rrezet UVA dhe UVB. Kjo gamë kremrash dhe locionesh përmban substanca natyrale dhe fal teknologjisë inovative ka 30% më pak
filtra kimik. È molto importante sottolineare che questa campagna Është shumë e rëndësishme të theksojmë pse kjo fushat zhvillohet në farmaci. Gjithmonë e më shumë, roli i farmacisë është thelbësor, sepse aty mund të merren këshilla të rëndësishme nga ana e farmacistëve. Dhe përse flasim për dermokozmetikën dhe jo për produkte kozmetike të thjeshta, sepse një dermokozmetik ka karakteristika që i dallojnë atë nga produktet e thjeshta kozmetike, të cilat mund t'i blejmë kudo. Të gjitha produktet që klientët mund të gjejnë në farmaci, në këtë rast produktet e ID Farmaceuticit ofrojnë garanci jo vetëm për efikasitetin e tyre, por edhe sepse janë të sigurta dhe pa kimikata. provate e testate clinicamente. Në prag të këtij sezoni veror që ta shijoni plazhin, të merrni një ngjyrë të bukur, por njëkohësisht mos ta dëmtoni lëkurën, merrni masat që specialistët sugjerojnë. E një test që përcakton specifikat e lëkurës suaj nuk do t'ju vlej vetëm për këtë verë, por për gjithmonë. Nga data 12 deri në 26 qershor, nga ora 9 deri në 11 paradite dhe nga ora 5 deri në 7 pasdite, kosmetologja Laura Zanirati ju pret në poliambulatorin At Luiq Mondi, rruga e Kavajës, për testet e detajuara. Allora, non dimentichiamo che la nostra pelle Mos harroni se lëkura jonë është bileta jonë e vizitës. Ata që na rrethojnë na vlerësojnë për pamjen tonë të jashtme. Prandaj, që të kujdesemi për lëkurën dhe ta ruajmë atë sa më të bukur dhe të re, është shumë e rëndësishme për të gjithë ne. sicuramente importante per tutti quanti.